të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Faruk Mujka dhe Hysen Muzliukaj kanë dalë para gjykatës. Në seancën fillestare, Mujka dhe Muzliukaj janë deklaruar të pafajshëm. I akuzori Faruk Mujka, e kupton ja këtë akuzën, a keni nevojë për çfarë në shtesë rreth të akuzës? Ne ngarkuar për 2 vepra penale, cili është qëndrimi juaj për këto vepra penale? Nuk i jep ato. Nuk e pranoni vajzim për asnjërin nga veprat penale. I akuzori Hysen Muzliukaj, e keni kuptuar këtë akuzën, a keni nevojë për çfarë në shtesë rreth ato? A ka mundësi me ngritë zonën? Absolutisht jo, kam kuptuar këtë akuzën për shumë. Cili është qëndrimi juaj rreth atë? Absolutisht i pafajshëm. I pafajshëm. Në këtë seancë, prokurorja e rastit lexoi akt akuzën. Faruk Mujka dhe Hysen Muzliukaj, me dashje dhe duke shfrytzuar detyrën zyrtare, kanë tejkaluar kompetencat e tyre në qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme, i kanë paraqitur Kuvendit të Komunës së Mitrovicës propozim vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme, konkretisht pjesën e njësisë kadastrale lokalit Afares në sipërfaqe prej 139 metra katror, të cilin e kishin paraqitur kinë si pronë të Komunës së Mitrovicës së Jugut, për këmbim me parcelën kadastrale numër që të përgjithshme prej 102 metra katror, pronë e paluajtshme e regjistruar sipas kadastrës në pronësi të personit fizik Besarta Esufi, edhe pse të pandehurit e kanë ditur se prona e tillë nuk ishte pronë komunale dhe se lidhur me të ekzistonte kontest gjyqësor i iniciuar në bazë të padisë së AKP-s Zyra Rajonale në Mitrovicë dhe ndërmarrjes shoqërore Jugobanka Mitrovicë, e po ashtu duke qenë në dieni se Kuvendi i Komunës së Mitrovicës tashmë 2 herë kishte marrë vendim për shpalljen me interes të posaçëm publik, me që rast të pandehurit i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm AKP-s në vlerën e objektit të tjetërsuar, këmbyer që ishte llogaritur të jetë 125.100 euro, me këtë të pandehurit Faruk Mujka dhe Hysen Muzliukaj në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Ekziston dyshim i bazuar mirë se i pandehuri Faruk Mujka, në cilësi të personit zyrtar kryeshef, ishte i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë. Nuk i ka paraqitur të dhënat e kërkuara në deklarat, në atë mënyrë që nga një datë e pavërtetuar deri në datë 15/7/2023, në shtëpinë e tij ka poseduar shumën prej 60.050 euro. Shumë kjo e gjetur dhe sekuestruar gjatë zbatimit të urdhër kontrollit të gjykatës në shtëpinë e tij në Mitrovicë, të cilat nuk i kishte paraqitur fare në formularin e deklarimit të pasurisë së vitit paraprak. Me këtë i pandehuri Faruk Mujka ka kryer veprën penale mos raportimit apo raportimi i rrem i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare nga një